Ajetet nga 1 deri te ajeti 6. Bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit, mirë për ata që hanë në peshë dhe matje, që kur masin për veten e marrin masën të plot, ndërsa kur u masin të tjerëve me litër ose me kandar, u apaksojnë. A nuk mendojnë ata se do të ringjallen në një ditë të madhe, ditën kur të gjithë njerëzit do të dalin para Zotit të botëve? Shkaku i zbritjes. Ibn Abbasi thot, kur profeti nderuar paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij u fut në qytetin e Medinës, shumë tregtar ishin zhytur deri në gryk me punë të liga, sikurse është pesha. Allahu i madhëruar i zbriti këto ajete dhe ata tregtari pranuan ajetet, më pas filluan të masin e të peshojnë në rregull. Në një tjetër hadith thuhet, shumë qytetarë të Medinës ishin tregtar dhe një nga punët e tyre ishte shitja me peshë jo të rregullt. Kështu, shumë nga paktet që ata lidhnin ishin haram, ndaj edhe këto ajete zbritën që t'i këshillonin dhe t'i ndalonin ata nga kjo vepër e keqe. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u lexoi ajetet e surës El Mutaffifin banorëve të qytetit të Medinës, e më pas shtoi, 5 gjëra janë përballë 5 gjërave të tjera. Unë e pyeta të dërguarin e Allahut, o i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, cilat janë ato 5 gjëra të cilat janë përballë 5 të tjerave. 1. I dërguari i Allahut tha, të gjithë popujt që kanë thyer premtimin, besën e dhënë, janë përballur me armiqt që Allahu i ka përcaktuar si zotrues mbi ta. 2. Ai popull që nuk udhhiqet me urdhrin hyjnor, tek ai popull do të mbizotrojë varfëria. 3. Tek ai popull që është shfaqur në mas imoraliteti, është shtuar vdekja në mas. 4. Ata që peshojnë mangët nuk japin peshën e sakt, nuk kanë pasur bereqet të mbjellat e tyre. Ata i mbulon zia. 5. Ai popull që nuk e jep zekatin është ndëshkuar me ndërprerje të shiut. I ndjeri Tabrasi po ashtu në tefsirin me Xhmaul Bejan, përsa i përket shkakut të zbritjes së këtij ajeti ka transmetuar, në qytetin e Medinës jetonte një burr që quhej Abu Jahine. Ai mbante me vete 2 peshore, një të vogël e një të madhe, kur blinte vet nga të tjerët peshonte me peshoren e madhe dhe kur njerëzit blinin tek ai, peshonte me peshoren e vogël. Kjo sure zbriti për të qortuar dhe për të këshilluar këtë burr dhe burra e njerëz të tjerë që vepronin si ky. Komentimi. Mirë ata që peshojnë mangët. Në këtë ajet kuranor më parë se gjithçka tjetër kërcënohen rrept ata që peshojnë mangët. Ndaj dhe Allahu në këtë ajet thot mirë për ata që hanë në peshë dhe matje. Nëse vërehet me vëmendje në mënyrë të hapur, ky ajet tregon nisjen e luftës, pra nisjen e luftës nga ana e Allahut ndaj këtyre personave që janë shfrytëzues, të pisët dhe dhunues, të cilët kërkojnë si të vënë poshtë njerëzit dhe të shtypin të drejtat e tyre. Fjala El Mutaffifin vjen nga rrënja e tatfif dhe është marrë nga fjala fef. Kuptimi është cepat e diçkaje, ndaj dhe tokës së Kerbelas i thon fusha tef, pasi në bregun e lumit Eufrat ndodhi ngjarja e Kerbelas. Gjithashtu çdo gjë që është e mangët ose e pakt identifikohej me termin et-taf, edhe peshorët që nuk peshojnë në mënyrë të rregullt i thrisnin me këtë emër. Më vonë ky term është përdorur në mënyra të ndryshme për ata që peshojnë mangët. Në këtë rast fjala wailul ka kuptimin sherr, pikëllim, hidhërim, shkatërim, ndëshkim i dhimbshëm, ose është përdorur për të treguar luginën e përvoluar të xhehenemit. Zakonisht ky term është përdorur edhe kur mallkojmë, edhe kur tregojmë të këqijat e një gjëje. Është një fjalë me pak shkronja, por që në vetvete mbart shumë kuptime. Është për tu parë fakti se në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet, Allahu nuk e ka përdorur kurrë fjalën wailun për ndokënd e që të mos e ketë quajtur atë person jo besimtar. Thuhet mirë jo besimtarët të cilët do të shikojnë ditën e madhe. Nga ky transmetim mund të kuptojmë se ngrënia në peshë ka erën e jo besimtarit. Më tej flitet për komentimin e punëve të atyre që peshojnë mangët. Ajeti thot, kur masin për veten e marrin masën të plotë, ndërsa kur u masin të tjerëve me litër ose me kandar u apaksojnë. Disa komentues ajetet e mësipërme i komentojnë në këtë mënyrë. Fjala mutaffaf përdoret për atë person që kur ble merr më tepër se sa i takon, ndërsa kur ai shet jep më pak se sa i takon.
ndaj dhe Allahu i madhëruar për shkak të dy kaheve ka vendosur termin wailun tek ata. Por kjo gjë është e gabuar sepse fjala yastawfun ka kuptimin marrja e hakut të tyre, pra ata që peshojnë e marrin në rregull hakun e tyre. Ndaj në këtë rast nuk kemi asnjë gjë që të vërtetojë dhe të nënkuptojë se ky term ka për qëllim hakun. Aty ku shikojmë që Allahu ata i ka ndëshkuar ka të bëjë me krahasimin e këtyre dy gjendjeve, që në kohën e blerjes e merr hakun e tij në mënyrë të plotë ndërsa kur shet e jep mangët. Është e vërtetë se kjo gjë qëndron. Sikurse edhe themi në batutat e përditshme, çdo kush që ka për të marrë borxhin dikujt e merr atë në kohën e duhur, ndërsa kur vjen puna për të larë borxhin vet, e shtyn atë me muaj të tërë. Të marrësh hakun në kohën e duhur nuk është punë e keqe. Punë e keqe është kur i krahason këto me njëra tjetrën, që është kërkimi në kohë kur bëhet fjalë për të marrë dhe vonesa kur bëhet fjalë për të dhënë. Ajo çka vërehet në këtë rast është se kur flitet për të marrë hakun flitet vetëm për el-keil, ndërsa kur bëhet fjalë për të marrë dhe për të dhënë flitet edhe për el-keil edhe për wezn. Ky ndryshim interpretimi ndoshta është për këto dy arsye. Së pari, blerësit që blinin me shumicë përdornin qëllimisht el-keil, sepse nuk kishte peshore që ta peshonin mallin me shumicë, por për sa u përket masave të mëdha, ato gjendeshin shumë kollaj, por kur njerëzit shisnin, ata shisnin edhe duke peshuar, edhe duke e matur me masë. Për të marrë hakun, është më mirë të përdoret peshorja sepse është shumë e vështirë për të bërë manipulime në të, ndërsa kur vjen puna për të shitur zakonisht nuk përdorej peshorja sepse ishte më mirë për t'u hedhur të tjerëve pa përdorur peshoren. Një tjetër pikë që hasim është se edhe pse ajetet e mësipër me flasin për hakun e peshës, padyshim që kuptimi i saj është edhe më i gjerë, sepse në të përfshihet çfarëdo lloj shitje, matje, mase e të tjerë. Ky ajet i përfshin edhe ata që në kohën e tyre të punës punojnë më pak se sa e kanë normën e tyre. Disa dëshirojnë ta zhvillojnë edhe më tej këtë ajet, duke përfshirë në të çdo lloj dhunimi në lidhje me marrëdhëniet shoqërore dhe ato morale. Edhe pse përdorimi i këtij kuptimi nuk është i qartë në fjali, kjo gjë nuk është e pakuptueshme. Abdullah ibn Mas'udi, një nga shokët e njohur të profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka transmetuar edhe namazi është i peshueshëm. Ai që shlyen në mënyrë të plotë hakun e namazit, Allahu i madhëruar do ta shpërblejë atë në mënyrë të plotë. Ai që nuk e shlyen të plotë hakun e namazit, zbatohet urdhri atyre që peshojnë mangët mutaffifin. Më pas ata kërcënohen me një pyetje që në vetvete është vërejtje, a nuk mendojnë ata se do të ringjallen në një ditë të madhe, ditën kur të gjithë njerëzit do të dalin para Zotit të botëve. Ajo ditë do të lajmëroj për dënimin e madh dhe llogarinë që do t'japin të gjithë. Ajo ditë është e tmerrshme, në ditën kur njerëzit do të ngrihen nga varret dhe do të paraqiten pranë Zotit të botëve. Nëse ata do të besonin kiametin dhe dhënien e llogarisë për çka kanë punuar dhe se do të dënohen dhe do të shpërblehen edhe për vepra që janë më të vogla se sa një maj gjilpëre, nuk do të bënin kurrë padrejtësi dhe nuk do ta hanin kurrë hakun e të tjerëve. Shumë komentues fjalën yadhunnun, e cila vjen nga rrënja e dhunnu, në këtë rast e komentojnë me kuptimin bindje. Shembuj të ngjashëm me këtë kuptim hasim shumë në Kur'an, si për shembull në surën El-Baqara në ajetin 249. Por ata që ishin të bindur se do të takoheshin me Allahun thanë: sa herë me ndihmën e Allahut, një ushtri e vogël ka ngadhënyer mbi një ushtri të madhe. Ata që e dinin se do të takonin Allahun, Zotin e tyre, dhe kishin besim në ditën e Kiametit, thanë se grupi i vogël triumfoi ndaj një grupi të madh me urdhër të Allahut. Ky ajet flet për një grup nga Beni Israilët, të cilët e patën treguar besimin dhe qëndresën e tyre në stade të ndryshme. Një tjetër dëshmi e kësaj fjale është edhe hadithi i prijesit të besimtarëve Ali ibn Ebu Talibi, paqja e Zotit qoftë mbi të, kur komenton ajetin a nuk mendojnë ata se do të ringjallen, thotë se kuptimi është a nuk janë të bindur ata se do të ringjallen. Është transmetuar nga Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, se fjala dhannun ka dy kuptime. Ajo çka është përmendur në Kur'an për ringjalljen është dhanni i bindjes dhe ajo çka ka ardhur për dynjan është dhanni i dyshimit. Një tjetër shpjegim për fjalën dhann i dhënë nga një grup komentuesish është edhe të menduarit për kiametin, sepse të menduarit në këtë rast ndikon shumë në shpirtin dhe në zemrën e njeriut. Nëse dikush mendon për të dhe pranon ekzistencën e një dite të tillë, duhet largohet nga punë që janë në kundërshtim me atë ditë. Nëse njeriu e beson atë ditë, atëherë gjithçka do të ishte ndryshe. Pra vetë fakti që e mendon të bën të kuptosh dhe të ndryshosh. Nëse e beson, atëherë gjithçka do të ishte shumë më ndryshe. Do të bënte që njeriu të mos kryente asnjë vepër në kundërshtim me rregullat. Por ajo çka vërehet është se këta jo vetëm që nuk besojnë në ditën e Kiametit, por as që e mendojnë këtë ditë për shkak të shkaqeve që u thanë, komentimi i parë është më i përshtatshëm.
Është e rëndësishme që fjala dyshim, dhon, sipas Ragibit në librin e tij Mufradat, në kontekstin e emrit, është përgjendjen që rezulton nga ekzistenca e provave në mendjen e njeriut. Nëse shenjat janë të forta, ajo sjell njohuri dhe siguri, dhe nëse shenjat janë të dobta, ajo sjell dyshim dhe nuk shkon më lart. Sipas kësaj, kjo fjalë në kundërshtim me atë çka është e njohur në mesin ton ka kuptime të gjëra ku përfshihet edhe shkenca edhe spekulimi, andaj ndonjëherë përdoret për njërin dhe ndonjëherë për tjetrën. Hulumtimi. Shitja e mangët është një nga shkaqet e korrupsionit. Në ajetet e Kuranit të shenjtë në mënyrë të përsëritur flitet për fajsimin e ngrënies në peshë, në tregimet e profetit Shuaib, paqja e Zotit qoftë mbi të, janë shumë të qarta qortimet që ai nderuar u bën njerëzve të popullit të tij, ku thotë: bëjeni drejt matjen dhe mos u bëni nga ata që hanë në matje, peshoni drejtësisht me peshorit të saktë, mos u apaksoni njerëzve gjërat e tyre, mos bëni ngatresa në tokë. Kështu që ngrënia e peshës dhe braktisja e drejtësisë rreshtohen në radhët e korrupsionit në këtë tokë, e gjithë kjo është argument për dimensionet e korrupsionit social, po ashtu në ajetet 7 dhe 8 të surës Ar-Rahman, për pikmëria e drejtësisë në peshë, si dhe të peshuarit mangët futen në radhët e ruajtjes së drejtësisë në sistemin e krijimit në këtë botë universale. Aty ku thuhet Allahu ngriti qiejt dhe të këtë gjitha gjërat vendosi peshoren dhe llogarin, që ju të mos kaloni kufirin në peshore dhe në drejtësi. Tregon se çështja e peshës dhe e drejtësisë nuk është një çështje e parëndësishme. Në të vërtetë ajo është një pjesë nga pjesët kryesore të drejtësisë në sistemin e universit. Për këtë arsye udhëheqësit e mëdhenj të fesë islame i kanë dhënë shumë rëndësi kësaj çështjeje. Në një hadith të njohur të Asbah ibn Nabata thuhet: kam dëgjuar nga Ali ibn Abu Talibi, paqja e Zotit qoftë mbi të, o grupi tregtarëve, në radhë të parë mësoni ligjin, fiqhun, jurisprudencën, e më pas bëni tregti. Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, këtë fjali e ka cituar 3 herë dhe në përfundim të fjalës së tij shtoi: tregtari i pandershëm është në zjarr përveç atij që merr me të drejtë tek njerëzit dhe jep me të drejtë tek ata. Imam Bakiri, paqja e Zotit qoftë mbi të, transmeton kur prijesi besimtarëve Ali ibn Abu Talibi, paqja e Zotit qoftë mbi të, qëndronte në Kufe, çdo ditë në mëngjes kalonte nga tregu i Kufes, i kalonte të gjithë tregtarët dhe në dorë mbante kamzhikun për të qelluar ata që nuk e zbatonin rregullin e tregtisë, më pas qëndronte në mes të tregut dhe me zë të lartë thëriste: o tregtar, kini frikë nga Allahu. Kur dëgjohej zëri i Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, çdo gjë që kishin në dorë e vendosnin në tokë dhe me gjithë zemër dëgjonin fjalimin e tij, më pas ai shtonte: kërkoni nga Allahu i madhëruar më tepër se çdo gjë tjetër mirësi, lehtësim në punë, bereqet, jeni të afrueshëm me blerësit, bukuria juaj le të jetë butësia juaj, qëndroni larg betimit, qëndroni larg xhehenemit, mos të dhunoni, jepni hakun që u takon të dhunuarve, jeni të drejtë në çështjen e të dhunuarve, mos ju afroni fajdes, peshoni me drejtësi, mos u jepni më pak se sa u takon njerëzve dhe mos u bëni prishës të rendit në tokë. Kështu Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, i binte rreth e përqark pazarit të Kufes, më pas kthehej në Darul Imare dhe merrej me gjykimin e njerëzve. Sikur s'është thënë edhe në zbritjen e ajeteve kuranore, profeti nderuar thotë: çdo grup që peshon mangët është i ndëshkuar nga Allahu me heqjen e bereqetit dhe me paksim të mbjellave. Nga përmbledhja që u tha më lart, mësohet se një nga shkaqet e rëndësishme të zhdukjes dhe të ndëshkimit të disa nga popujt e mëparshëm ka qenë çështja e mangësisë në peshë, e cila është bërë edhe shkak i prishjes së rendit në ekonomi, e kështu ka zbritur ndëshkimi i Allahut. Gjithashtu në transmetimet që flasin për rregullat dhe kulturën në tregti thuhet se besimtarët më të mirë janë ata që kur peshojnë japin pak më tepër se sa duhet dhe kur duan të marrin hakun e tyre marrin pak më pak se sa u takon. Pra është e kundërta atyre personave që u përmendën në ajetet e mësipërme, ata asnjëherë nuk u jepnin njerëzve hakun e tyre. Nga ana tjetër, ashtu sikurse kemi cituar në ajetin e mësipërm, çështja e ngrënies në peshë, sipas mendimit të disa dietarëve, ka kuptim të gjerë dhe përfshin jo vetëm peshën e mangët, por edhe kryerjen e detyrës personale, shoqërore dhe hyjnore.